Festivali i filmit është një dashurim vete, kur I them. Është një projekt që unë e kam pasur që në vitin 2017. Por, si me thënë, nuk e po gjeja terrenin ose nuk po gjeja bashkëpunëtorët e duhur për ta realizuar këtë festival. Vjetë ne kemi pasur, si vitin e parë kemi pasur 3030 aplikime, kemi pasur, dhe vetë kemi mbetur të shtangur, dhe ishim kishim një përgjegjësi shumë madhe sepse ishte viti I parë, po na u bë dy fish duke qenë se patëm një aplikim kaq të madh dhe filluam të mobilizoheshim vërtet, dali se po kjo na ngroi dhe na bëri domethënë më të përgjegjshëm për atë çfarë po bënin, domethënë për festivalin. Patëm 3030 aplikime. Patëm producent nga Greqia, Kroacia, Turqia, kishim Arben Baraktarin të ftuar special, aktor shqiptar që ka luajtur te Harry Potter, Taken, po, Arben Baraktari, po, ka luajtur te Harry Potter, Arben Baraktari. Po, Arben Baraktarin jam duke në bisedime që ta kem në juri si vjet, domethënë, pavarësisht se vjet e kisha vetëm një ditë se ai për shkak të angazhimeve të tij, domethënë jeton në Francë. Ai është me origjinë nga Kosova, nga treva e Kosovës, po arsimin e tij e ka bërë në Sloveni, domethënë kulturën e tij e ka marrë në Sloveni dhe sot jeton në Francë, domethënë dhe luan në tërë Evropën filma, domethënë derisa ka luajtur Harry Potter, Taken, Liam Neeson, është një super, dhe jam në bisedime, duke thënë që të gjej kohën në maj qershor ku ne duam të realizojmë festivali që ta kemi juri, dhe falenderoj shumë se është personazh shumë I madh, është një koleg, është aktor shumë I madh, është aktor shumë I madh për brezin e mbas 90-s, është aktor shumë I madh në krahasim. Jo më I madhi, por është aktor më I madh, është aktor shumë I madh. Dhe është shumë profesionist. Shumë profesionist. Atëherë ju keni vetëm film të shkurtër apo film të gjatë? Ne me festival përfshim vetëm filmin e shkurtër dhe dokumentarin. Për shkak se jemi në hapat e para dhe të filmi gjatë do menaxhim tjetër, do buxhet tjetër, do buxhete shumë të mëdha për t'i bërë ballë, domethënë. Kurse mendojmë që me filmin e shkurtër ne përballojmë më mirë në shkak të buxhetave dhe atyre elementeve që ne duam të nxjerrim. Ne ftojmë të gjithë regjisorët, të gjithë artistët që realizojnë filma brenda mesdheut. Duke filluar Itali, Greqi, Kroaci, Malizi, Izrael, vendet që janë të mesdheut, Qipro, Turqia, vjet jurinë kemi pasur Eno Milkanin, që është pedagog, regjisor shumë I mirë. Kemi pasur Hilal, është producente dhe regjisore nga Turqia. Kemi pasur Konstantinën, që është producente, ka bërë 500 filma. 500 filma në Greqi dhe ishte person profesioniste erdhi, bile mbajti dhe workshop dhe Hilali mbajti workshop. Kemi pasur Pier Tonin që ishte nga Italia dhe do të themi fakt ky zotria, ky Pier Tonin ishte një njeri shumë I thjeshtë dhe ky kishte bërë në restaurimin e të gjitha filmave vizatimor që ne jemi rritur, duke filluar nga Topolino, nga Mickey Mouse, Tasmania, Pluto, që ishin këto, të gjithë, ky ka restauruar të gjithë dizajnin që sot ne shikojmë të modernizuara, po të shikojmë pak ato të para 90-s kishin një format ndryshe nga po, ky zotria që ne kemi pasur në festival ka bërë restaurimin e të gjithë. Është një nga më të mirët në Itali, kishte referenca shumë mira për Pier Tonin dhe një zotëri burr, domethënë shumë I kënaqur, mbajti edhe ai një workshop aty ku u tregoi kolegëve që merren në filmin animuar, domethënë që çfarë ku duhet të rrai, ku duhet të jetë më mirë dhe se çfarë sjell kjo gjë. Kemi edhe filmin animuar, domethënë kemi filmin e shkurtër, filmin animuar dhe dokumentarin, që ne kemi të përfshirë në po, janë të përfshirë, nuk e kemi nga 2 minuta deri në 15 minuta. Në qoftë se ka marrë pjesë në festivale është plus, në ato elementet që dhe tjetë në mesdheu, është shumë e rëndësishme në mesdheu. Këto workshopet në ishte interesante t'i bënit në për vende po themin e arkeologjike ose në për qytete të tjera të Shqipërisë përveç Tiranës, ku ka dhe interes këto? Po,
Me ty jam thonë, ja, kjo është një pyetje shumë e bukur, po e gjitha varet nga buxheti. E gjitha varet nga buxheti. E gjitha. Është, jo, vjet pati goxha interes, unë e kisha çik me frikë me thënë të punën sepse shqiptarët janë pak, si më thënë, pak skeptik në atë, po ne shkoj shumë mirë. Unë jam shumë i kënaqur me vitin e parë, jam më tepër se i kënaqur. Nuk do të them shumë i kënaqur, po më tepër se i kënaqur. Si më thënë, e realizoj atë që duhet të bënte, domethënë, e qëllimin e vet, domethënë.